Shtyhet sërish gjyqi ndaj kryetarit të Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika. Mungesa 4 të pandeurve në këtë proces duket se ka çuar në shtyrjen e radhës. Seanca e radhës është vendosur në datën 24 shkurt në sallën e gjykatës. Kryebashkiaku i Vlorës ka deklaruar se do të jetë i pranishëm në çdo seancë që do zhvillohet ndaj tij në çështjen që ka ngritur prokuroria e Vlorës. Ashtu sikur se deri më sot jam paraqitur dhe në gjykatën e Vlorës në të gjitha seancat, siç e patë edhe sot jam prezent në seancën e parë që zhvillohet këtu në gjykatën e Tiranës. Patjetër që do të jem prezent në të gjithë. Ndërkaq, gjatë seancës së pranishme në sallë kanë qenë 4 prej 8 të pandeurve. Ata që mungonin në seancë mbroheshin nga avokatët e tyre. Gjykimi i Shpëtim Gjikës pritet të nisë nga fillimi dhe nuk do të njihen procedurat që janë bërë në gjykatën e Vlorës. Kërkesa është bërë nga 2 prokurorët e kësaj çështjeje. Prokuroria e Përgjithshme në datën 27 tetor 2013 doli në një deklaratë ku bëri të ditur se kryebashkiaku i Vlorës ishte dërguar për gjykim. Pas një hetimi të nisur në shkurt 2013, prokuroria e Vlorës arriti të provonte se i pandeuri Shpëtim Gjika në cilësinë e kryetarit të KRT-s së Bashkisë së Vlorës, në bashkëpunim me të pandeurën Eleni Dardhaj në cilësinë e punonjëses në drejtorinë e planifikimit të territorit pranë Bashkisë së Vlorës, kanë planifikuar përmbajtjen e 2 proces verbaleve të mbledhjes së KRT-s së Bashkisë së Vlorës, përkatësisht të datës 24/3/2010 dhe 15/7/2010. Këto dokumenta të prodhuara nga 2 të pandeurit kanë në përmbajtje të tyre rrethana të rreme. 2 lejet e ndërtimit që përmenden në këto dokumente, sikur janë marrë në shqyrtim dhe janë miratuar nga KRT-ja Bashkisë Vlorë, në të vërtetë nuk janë shqyrtuar dhe nuk janë miratuar nga KRT-ja e Bashkisë së Vlorës, thuhet në deklaratën e prokurorisë. Të pandeurit Shpëtim Gjika dhe Eleni Dardhaj janë akuzuar për kryerjen e veprës penale, falsifikimi i dokumentave të kryera në bashkëpunim, të kryer 2 herë të parashikuar nga neni 186 fraksion 3 dhe 25 të kodit penal.